Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot të keni mundësinë të ndiqni. Mbrëmja e parë e festivalit folklorik mbar kombëtar Jehona e Vjosës ka sjellë në Memalia ngjyra të ritmet dhe traditat e folklorit shqiptar. Me pjesëmarrjen e rreth 30 grupeve artistike nga të gjitha trevat shqiptare, festivali u kthye në një festë të kulturës dhe identitetit kombëtar. Fermerët e Libohovës po kalojnë një nga periudhat më intensive të sezonit bujqësor, të angazhuar me korrjen e jonxhës, përgatitjen e dengjeve dhe punimet në kulturën e misrit. Sipas specialistit të bujqësisë Filip Zëra, kushtet e favorshme klimatike kanë ndikuar pozitivisht në ecurinë e kulturave, duke krijuar pritshmëri për një prodhim të mbar këtë vit. Sezoni i vaditjes në Bashkinë e Dropullit ka filluar me premisa më të mira në krahasim me vitin e kaluar. Strukturat vendore të bujqësisë po monitorojnë procesin dhe ndërhyjnë kur është e nevojshme. Libohova po njeh një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve vendas dhe të huaj gjatë kësaj periudhe. Sipas specialistit të turizmit Arjan Çano, qyteti vizitohet kryesisht nga turistë ditor dhe grupe të organizuara me agjenci turistike. Vizitorët kanë mundësi të njihen me atraksionet historike dhe kulturore të qytetit, si Kalaja e Libohovës, shtëpia e Avni Rustemit e të tjerë, duke e bërë Libohovën një destinacion gjithnjë më të preferuar turistik. Ju njohim tani më gjërësisht. Mbrëmja e parë e festivalit folklorik mbar kombëtar Jehona e Vjosës ka sjellë në Memaliaj ngjyra të ritmet dhe traditat e folklorit shqiptar. Me pjesëmarrjen e rreth 30 grupeve artistike nga të gjitha trevat shqiptare, festivali u kthye në një festë të kulturës dhe identitetit kombëtar. Memalia i mirëpriti natën e parë të festivalit folklorik mbar kombëtar Jehona e Vjosës, ku morën pjesë rreth 30 grupe folklorike nga të gjitha trevat shqiptare. Këngë, valle dhe interpretime me instrumente popullore, sollën në skenë vlerat më të mira të trashëgimisë sonë kulturore. Ky festival është viti i tretë që organizohet në Bashkinë e Memaliaj, festivali Jehona e Vjosës, me pjesëmarrjen e të paktën 30 grupeve polifonike dhe ansambleve jo vetëm nga gjithë Shqipëria, po dhe nga Kosova, Maqedonia, nga diaspora dhe nga Mali i Zi. Është një festival i cili tashmë po kthehet në një traditë në qytetin e Memaliaj. Qëllimi i këtij festivali është që ne të mbajmë gjallë traditat, kulturat e gjithë, jo vetëm të Bashkisë Memaliaj, por të gjithë qarku dhe të gjithë Shqipërisë. Për udhëheqësin artistik, festivali është një mundësi për të promovuar folklorin autentik dhe për ta përcjellë atë te brezat e rinj. Janë gati 900 artistë, duke përfshirë edhe këta si 10, që vinë dhe provojnë skenën e festivalit të Memaliaj. Është një festival i rëndësisë veçantë, themi neve, duke patur parasysh që vetë zona jonë, zona e Memaliaj, është një zonë ardhdashse, ka kulturën, ka historinë, por ndërkohë ka edhe folklorin e saj. Rëndësia e këtij festivalit është kjo. Ne në këtë festival nuk e kemi thjesht festival të një zhanri muzikor, domethënë thjesht të polifonisë. Ne kemi polifoninë, por ne kemi edhe zhanret e tjera, sepse e kemi folklorik. Festivali po mirëpritet edhe nga komuniteti vendas dhe turistët, të cilët vlerësojnë atmosferën festive dhe gjallërinë që sjellin organizime të tilla në qytet. Për qytetin e Memaliaj ky është një aktivitet jo vetëm që është surprizë, por realisht në ditë të bukura siç është qershori, e kanë pritur me shumë dashuri. Qyteti i Memaliajt është mikpritës, i ka hapur dyert që në kohën kur ekzistonte minjera, po edhe tani në këtë qytet, edhe pse ndoshta ka jo aq shumë lëvizje apo dyert të hapura dhe drita të ndezura, por për Memaliajn kjo është vërtet një jehonë e madhe. Festivali vjen për herë të tretë dhe si e tillë ne kemi pasur një kërkesë të jashtëzakonshme për gjithë garuesit dhe përfaqësuesit që marrin pjesë në këtë, sepse janë të ndryshëm vit pas viti. E parë kjo në arsye të tillë është rritur dhe cilësia dhe ne bëjmë festivali jo për sasi,
cilësi, po bëjmë festival për cilësi. Duke si drejtësi, sepse vetë festivali ka këngë të reja për herë të parë, ka kompozime dhe grupe të reja që ne kemi mbar kombëtar, sigurisht tashmë, jo vetëm për qytetin Memaliajt, por edhe për gjithë Shqipërinë dhe për te kufive, është sepse ata duan të vinë dhe të sjellin ato vlera të traditave të qyteteve edhe vendeve të tyre që ata i ruajnë me shumë fanatizëm. Kështu që festivali folklorik mbar kombëtar është një festival me përmasa, duhet jemi dhe modeste kjo, por me përmasa që them se duhet për festivalet e tilla si Motra duhet të marrin modele dhe shembulle që të sjellin festivale serioze dhe me të vërtet të sjellin ato produkte dhe ato këngë që kujtojnë edhe një herë vlerat e mëdha që ka Shqipëria dhe përtej kufive të saj. Festivali tashmë, një traditë kulturore, mblodhi artistë e dashamirës të folklorit duke përcjellë mesazhet e unitetit dhe ruajtjes së identitetit kombëtar. Memalia ju kthye në një skenë të madhe të folklorit shqiptar me edicionin e 3 të festivalit folklorik mbar kombëtar Jehona e Vjosës. Artistë nga të gjitha trevat shqipfolëse sollën këngë, valle dhe interpretime instrumentale, duke shndërruar qytetin në një festë të vërtetë të traditës dhe trashëgimisë son kulturore. Memalia ju bë këtë fundjavë pikë takimit të folklorit shqiptar. Artistë nga gjitha trevat shqipfolëse u mblodhen në edicionin e 3 të festivalit folklorik mbar kombëtar Jehona e Vjosës, me kostume popullore shumë ngjyrshe dhe interpretime autentike. Skena e Memaliajt u shndërrua në një mozaik të folklorit shqiptar. Grupi jonë është grupi Djemtë e Vlorës, është grupi më shumë se 45 vjeçar në skenë dhe është një grupi mirë formuar. Ne sot përfaqësohemi me 2 këngë, një kalanët e Pelen me Mars Angjëll Dapin, kthyes Robert Prifti, hedhës Përbarim Goxhe, dhe këngën tjetër Seshmërie në Sokak. E veçanta e ardhjes tonë është sepse ne jemi ardashës, jemi shumë të apasionuar pas këngës labe dhe duam që kënga labe mos shteroj kur, duam që kënga labe të trashëgohet në breza, duam që kënga labe të jetë e fortë, gjithmonë dhe e pashtershme. Tradita nuk një mosh, këtë e dëshmoj edhe pjesëmarrja e artistëve të rinj, të cilët me pasion dhe përkushtim po e mbajnë gjallë trashëgiminë kulturore shqiptare. Kërcimi për mua ka vlerë më shumë se gjithçka në jetë, sepse kur kërcej ndihem shumë e lirë dhe shumë e lumtur. Shumë e lumtur jam që jam në ansamblin Kartërsia sepse të ofron shumë udhëtime edhe pjesëmarrje në shumë aktivitete ndryshme. Ansamblet folklorike të ardhura nga qytete dhe treva të ndryshme sollën një larmi interpretimesh që pasqyrojnë zakonet, këngët dhe vallet karakteristike të çdo krahine, duke kthyer festivalin në një festë të vërtetë të identitetit kombëtar. Është viti i dytë rresht që ne vim në festivalin Jehona e Vjosës, ishim edhe vjetë, dhe edhe si vjetë po morëm ftesën, madomeni janë bazuar dhe nga performanca e grupit, që naftuan për të dytën vit rresht, sepse këto kishin si rregull që çdo vit i ndryshojnë grupet artistike, që edhe ato të bëhen gjithë përfshirëse në të gjithë qytetet e Shqipërisë, edhe Kosova, Maqedonia. Vjet ishim pothuajse nga grupet që u edhe vlerësu me një kup, morëm çmimin e parë të publikut, domethënë. Si vjet shpresojmë që edhe viti si vjetëm, domethënë që bëjmë një performancë të shkëlqyer, që edhe si vjet pothuajse jo vetëm çmimin e publikut, por shpresojmë të marrim edhe një çmim gjithmonë kjo varet edhe nga performanca e artistëve. Edicioni 3 i Jehona e Vjosës konfirmoi edhe një herë rëndësinë e këtij festivali si një urë që bashkon shqiptarët përmes artit, traditës dhe kulturës. Festimet vijojnë edhe mbrëmjen e 27 qershorit, ku publiku do të ketë mundësinë të shijojë një tjetër natë të mbushur me folklor, emocione dhe vlera të trashëgimisë son kulturore. Fermerët e Libohovës po kalojnë në një nga periudat më intensive të sezonit bujqësor, të angazhuar me korrjen e jonxhës, përgatitjen e dëngjeve dhe punimet në kulturën e misrit. Sipas specialistit të bujqësisë Filip Zëra, kushtet e favorshme klimatike kanë ndikuar pozitivisht në ecurinë e kulturave, duke krijuar pritshmëri për një prodhim të mbar këtë vit.
Kjo periudhë për fermerët e Libohovës është ndër më të ngarkuarat e vitit, pasi puna në bujqësi zhvillohet me ritme intensive. Sipas specialistit të bujqësisë Filip Zëra, fermerët janë të angazhuar me korrjen e jonxhës, përgatitjen e dëngjeve dhe magazinimin e tyre. Paralelisht, rëndësi të veçantë fermerët po i kushtojnë edhe kulturës së misrit, e cila mbetet ndër kulturat bujqësore më të përhapura në bashkinë e Libohovës. Punët kryesore në këtë periudhë janë korrja e jonxhave, e barit dëngimi dhe magazinimi i tij. Gjithashtu ka punë në kulturat bujqësore, kryesisht në kulturën e misrit, ku bashkia jonë ka një sipërfaqe të konsiderueshme. Janë bërë pleharimet plotësuese, kultivimi dhe ditët e fundit ka filluar dhe vaditja. Sipas specialistit Filip Zëra, ecuria e sezonit bujqësor deri tani është mjaft pozitive. Kushtet klimatike kanë qenë përgjithësisht të favorshme, me reshje dhe temperatura që kanë ndikuar në zhvillimin normal të kulturave bujqësore. Për këtë arsye, pritshmëritë për prodhimin e këtij viti janë optimiste, si për kulturat foragjere ashtu edhe për misrin. Prodhimi i barit të thatë dhe i jonxhës ka qenë në nivele të mira. Ndoshta mund të themi më mirë se çdo vit. Kjo ka ndikuar për arsye se kushtet atmosferike kanë qenë të favorshme, me rreshje të shpeshta dhe prodhimi është i bollshëm. Nëse motivi jon të mbetet i qëndrueshëm edhe në javët në vijim, fermerët presin të sigurojnë një prodhim të mbartë, duke përmirësuar të ardhurat e familjeve që mbështeten tek bujqësia. Sezoni i vaditjes në bashkinë e Dropullit ka filluar me premisa më të mira në krahasim me vitin e kaluar. Strukturat vendore të bujqësisë po monitorojnë procesin dhe ndërhyjnë kur është e nevojshme. Prej 2 javësh tashmë fermerët e Dropullit kanë filluar sezonin e vaditjes duke manifestuar një pashpunim për të admiruar midis tyre, por edhe një mirëkuptim të disiplinuar me strukturat vendore të bujqësisë. Ta të fundit po monitorojnë vazhdimisht procesin e vaditjes duke bërë ndërhyrjet e duhura kur u kërkohet nga fermerët. Si vjetë jemi më mirë se vitin e kaluar, që nga gjendja hidrike, edhe ka një javë që ka filluar sezoni vaditjes, sidomos nga liqeni Pepeli dhe Radat 2. Edhe nesër fillon dhe nga liqeni Radat 2 që furnizon me ujë fushat e Jorgucatit dhe të Grapshit. Si vjetë janë pastruar më mirë dhe janë në gjendje më të mirë kanalet, që nga në bashkisë dhe nga vetë fermerët. Edhe gjendja e misrit deri në këtë moment është e kënaqshme, nuk kemi probleme. Si vitin e kaluar që shumë kishin probleme në këtu. Si është bashkëpunimi juaj me fermerët e zonës? Jemi në kontakt të përditshëm me ta, kemi një grup pune që mirret me ndarjen e ujit, që mos kemi konvergjenca midis tyre. Duhet teksuar fakti se është bërë një punë e mirë përgatitore me fermerët, si për çmimin e pagesës për çdo dynim, si dhe për mënyrën e vjedhjes së kuotave. Ka kohë që ka filluar pagesa në kosti i parë, domethënë vaditja e parë. Sa është pagesa për një dynim? Për një dynim është 300 lekë të reja. Për hektar vetë 3000. Një pjesë e fermerëve të Dropullit në postë me Dropullit sipër kanë investuar dhe aplikojnë vaditje me spërkatje. Libohova po njeh një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve vendas dhe të huaj gjatë kësaj periudhe. Sipas specialistit të turizmit Arjan Çano, qyteti vizitohet kryesisht nga turistë ditor dhe grupe të organizuara me agjenci turistike. Vizitorët kanë mundësi të njihen me atraksionet historike dhe kulturore të qytetit, si Kalaja e Libohovës, shtëpia e Avni Rustemit e të tjerë, duke e bërë Libohovën një destinacion gjithnjë më të preferuar turistik. Libohova po tërheq çdo ditë më shumë vizitorë vendas dhe të huaj, duke u shndëruar në një nga destinacionet më të frekuentuara turistike të jugut të vendit gjatë kësaj periudhe. Sipas specialistit të turizmit Arjan Çano, fluksi i turistëve është në rritje, ndërsa qyteti vizitohet si nga grupe të organizuara me agjenci turistike, ashtu edhe nga vizitorë ditor që zgjedhin të njihen me historinë, kulturën dhe natyrën e zonës. Në teritorin e bashkisë Libohovës kemi pasur turistë, si çdo vit kuptohet, edhe si vjet, ka filluar tashmë të rritet numri turistëve, duke qenë edhe sezoni. Po presim faktikisht që të vinë edhe më shumë nga çka kanë ardhur tashmë. Zakonisht në qytetin e Libohovës po vinë turistë ditor, po themi, duke qenë se ne nuk kemi edhe hotele të mëdha, akomodim për
agjensi të mëdha turistike, por ka dhe nga ata turistë që vinë me agjensi për të parë qytetin, aspekte turistike që ne kemi. Çano thekson se interesi për qytetin po rritet nga viti në vit, pal promovimit të trashëgimisë kulturore dhe vlerave historike që ofron kjo zonë. Vizitorët shprehin interes të veçantë për monumentet e kulturës, arkitekturën karakteristike dhe mikpritjen e banorëve. Në qytet, vizitueshmëria më e lartë është në kalan e qytetit, rapin e Libohovës, burimin e Zhepës, sarajet e Mufit Bej Libohovës, edhe shtëpinë e Avni Rustemi tashmë e kthyer në muze, ata që janë të interesuar natyrisht shqiptar ose kosovar, vizitojnë varet pagane, varet e Bejlerëve të Libohovës, kullën e Sahatit. Këto janë disa pika më pikante, po themi, për qytetin e Libohovës. Pastaj për pjesën e gatimit, turistët gjithësi vendas, edhe ata të huaj janë të kënaqur me gatimet tona tradicionale, sikurse i kemi tashmë gjithë qarku i Gjirokastrës, qifqi, byrek me lakra, lakror, që është diçka e veçantë dhe zonës tonë. Por dhe gatimet e tjera të gjitha janë bio, po theme edhe mbreslënse për ta. Turistët që mbërrinë në Libohov kanë mundësi të vizitojnë një sër atraksionesh të rëndësishme, të cilat përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë historike dhe kulturore të zonës, duke e bërë Libohovën një destinacion tërheqës për të gjithë ata që dëshirojnë të zbulojnë historinë dhe traditat shqiptare. Rritja e numrit të vizitorëve pritet të ketë ndikim pozitiv edhe në zhvillimin e ekonomisë lokale dhe të sektorit të turizmit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.